shqiptari i parë që ka investuar miliona dollar në projekt hollywoodian. E tash na kemi qef me ditë pikoj që ato miliona. Me politikë si e marë? Ja, absolut, o s'pjena kur. Ajo është e kryme. Na i kemi me njerëz në të nëmë. Jo, politikë, se politikë nuk më ka pëlqy kur. Ne punojmë atje punë ndryshme të bënë ndërtime, me shqitblerje, pronë në hoteleve. Edhe kohët fundit ka mirë më shumë me filma, sepse peshën një industri shumë mirë dhe diçka që e bën me qef, se deri vonë këna bën me skenar, me sene, kështu, edhe tash fillu me investu ma shumë të filma. Po, tash, nuk o kesh, na kuptim, do diçka me ndryshue. Unë du na me ditë, normalisht edhe shikus tonë, do të me ditë pak ma shumë për fitimin. Që fitimi që sa është në Amerikë, familja, qka, qysh, e gjitha ajo se e dim lëvizjet që ka ndodhë prej Kosovës, prej Shqipërisë, prej Maqedonisë, prej Malit Zi, lëvizjet cilat ka ndodhë krejt botën e normalisht edhe në Amerikën e largë atje. Po, ne këna qenë dëmon gjatë luftës që me këna përjetu mënyra ndryshme, a 2007 mëse përfundova fakultetin gjitha këto atër vendosë me shku në Amerikë për një të ardhëmat, mirë për një ndryshim, edhe atje si shkum dhe fillu me punë me aktivitetet ndryshme. Në më thonë, largimi jëtë prej Kosovës? 2007. Në 2007 ka ndodhë. Nuk pave në një alternativë, diçka zhvillim? Shumë ka dalë ka qenë atë kohë, shumë ma ndryshë se sot që që Zoti ka ndryshu shumë ma mirë, po ajo kohë ka qenë shumë e vështirë dhe për punë dhe për biznes. Në kom qenë me një biznes, kom qenë me ndryshu atë të shumë vështirë. Kështu që Amerika është vend i madhe dhe pse jo ata provojmë diçka, megjithëse ka qenë shumë vështirë. A keni shku me krejt familje në avës? Jo, personalisht vetëm ka shku atër, vllave dhe të shit gjithë tjerë nga dalë se ne kena shku nëpërmes kufinit në atë kohë që ishte shumë vështirë. Ke kalu nëpër mes Meksike, nëpër rrugë gjatë. Kjo rrugë është, që shme thonë, në film veti. Absolut shumë shpejt do dele lajkë. Nëse e banë ta, se unë kom dëgjua dhe kom pas raste me i taku, po më dhe shumë personat cilët. Një numër të konsiderushëm cilët kanë bo lëvizje në atë formë, ato rrugët ilegalit vështira dhe keni pa shumë qka. A ka zgjatë diku rreth një muaj, apo më gjatë për ty, si ka qenë? Mua më ka zgjatë diku 20 ditë, sepse është fakti që dhe anglishtën e dish edhe ku ishë për shembull patrolla policore, diçka, mu ishe ma kollaj me depërtua, apo me mu gjinë për shembull, ka pas raste për shembull që më ishe një gazetë dhe herë që në për rrugë sërë kush. Ishe po vendor, dërsa personat u përshëndeshën me të personat që nuk dishin as fjalë anglisht, ishte shumë më vështirë se u nxinshin apo ku ta diunë. Po folin para 18 vite. Më që tash është shumë ma vështirë, se tash kufini është, si dhe mos Trumpi ndryshoj e boni. Ka bëj kësh gjyros me dzez, dhe më thonë pasër në gjyra dhe pak. Edhe shkove në 2007 në drejt New York. Drejt New York. New York edhe, qka gjete? Qka gjete atje? Qka pave? Se Amerikën e kemi pas kështu si andër gjithmonë me vizitu. Ishtë një botë tjetër, një vend tjetër, një realitet komplet tjetër. Ishtë pak vështirë, sepse puna punës, po unë në basë diku 9 mujve e fillova me punu për veti. A të priti dikush atje? Po, kisha një djallë tjezët që mos zëjmë një mojë sa të këtë diçka dhe një shpak. Ka orientu. Se është shumë shtirë një vend, dhe më onë që është, a i bronzi për shumë i ka diko 2-3 bilion banor. Që është që me 10 minuta rrëth mu është me otumu. Po, kur e ki dikën sa të këtë një manë është pak ma letësim për tyje, po normal, gjithë të morën nga peja, morën për Prishtinë, kia të vërtesitua, më shlasëm një kontinent tjetër që gjuha, kultura, puna, po kur e ki një vullnet, nuk ka gjë që sa rritet.